edhe një herë në studio pas Magnetit të Orgesa Zaini, e cila vjen në edicionin e 9 të Top Fest. Flasim tani për Startup Weekend. Është një iniciativë goxha interesante e cila mbledh njerëz që janë afër teknologjisë, që janë novatorë e që kanë ide të reja, të cilat mund të zbatohen për të mirën publike. Dijemi me disa prej tyre të cilët kanë aplikuar dhe me sa morën vesh janë bërë qindra, pra është bërë me 3 shifra numri i aplikantëve. Kjo tregon se janë ide interesante dhe mbi gjitha ka njerëz me dëshirë të madhe për të përfshirë në këtë botën e teknologjisë, siç thamë në nisje të programit, me një approach alla Zuckerberg. Tamam, sepse ky për teknologjinë dhe për ata që jepet përdorësh për kompjuterat, për të ndërtuar programe të cilat janë të nevojshme pastaj për përdorim masiv, pra hidhen në treg etj, po fillimisht është ideja që vlen, është një nga evenimentet më të rëndësishme botërore për teknologjinë. Kështu që ne i drejtohemi atyre që janë technolovers, pra të dashuruar për teknologjisë dhe jo vetëm, edhe atyre që kanë një lloj pasioni të tërthort, për folur për Startup Weekend dhe fillimisht kemi në studio e prezantojmë zonën Lindita Komani, që është drejtoresh në shoqatën shqiptare të teknologjisë informacionit. Mirëmëngjes Lindita, faleminderit që erdhe dhe do të shkojmë po ashtu në një lidhje live me djem e vajzat të cilët po ashtu janë të regjistruar i vjen përdorësh kjo puna e teknologjisë. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Arion, ju përshëndesim të gjithëve. Mirëmëngjes që erdhët. Ne do të nisim me Linditën e cila natyrisht ka më tepër informacion të rëndësishëm kur vjen puna për iniciativën e Startup Weekend. Një iniciativë e cila pikë së pari do të mësojë ku janë shqiptarët në nivelin e teknologjisë, sepse si më thënë ne jemi më shumë në internet, dhe duam pak më herë të bënim një lidhje me Skype, nuk funksionon sepse linja në Lezhë, interneti ishte aq i dobët sa nuk e ke ide. Kështu që jo, në dy ka një klip për të dëshiruar disi shtrirja. Ka një lloj të drejtë sepse ndoshta kjo fut disa filtra për të menduar që për çfarë do na duhen, ëh? Përveç se po deri ku mund të jepet mundësia e zhvillimit qoftë edhe të jo kishit të zona se ku jemi ne në technology development. Po, infrastruktura është një nga gjërat kryesore që është pika akoma e dobët. Megjithatë ka pasur investime mjaft në atë drejtim, kështu që është ndihmuar le të themi dhe sektori i IT-s për të investuar pak më shumë në gjëra më moderne. Megjithatë duke referuar raportit për cilin ju tregova pak më përpara, ka disa tema për shembull në cilat Shqipëria është vërtet në vend të ulët dhe në raportin e vitit 2012 ku janë marrë të dhëna nga 142 vende për të paktën për kapacitetin për inovacion, Shqipëria është llogaritur së renditet në vendin 119. Çdo thot kapacitet për inovacion. Do të thotë në vendin tuaj pyetja që është drejtuar kompanive apo pjesëmarrësve në këtë plotësor që është zhvilluar është si në vendin tuaj si e sigurojnë kompanitë teknologjinë. A e blejnë ata apo e zhvillojnë vetëm nga brenda? Dhe në renditje mund të kuptohet që ka lë shumë për të dëshiruar dhe ka mundësi shumë të mëdha për përmirësim. Tjetër? Një pikë tjetër është çfarë sa e mundur është të gjesh kapital për të investuar në projekte teknologjike që janë të reja, dhe të cilat normalisht nga institucione financiare nuk është se mbështeten ai shumë. Edhe për këto ka një vend të ulët, është 124 nga 142. Domethënë ka vend edhe për përmirësim në këtë drejtim. Megjithatë disa le të themi edhe ose kaq shumë nuk na surprizon ky fakt. Në raport me vendet që janë shumë zhvilluar ekonomikisht dhe që një vazhdimisht buxhete të caktuara qoftë edhe mbështetje shtetërore e japin zhvillimin e teknologjisë të rinjve që kanë dëshirë të ndërtojnë programe, software, pra të zhvillohen në këtë aspekt, kanë më shumë vëmendje. Ktu ndoshta ndodh diçka më ndryshe. Dhe gjatë kësaj fundjavë, në fakt, aktiviteti për cilin kanë folur edhe media të rëndësishme, si për shembull revista Forbes, do të përqendrohet pikërisht jo vetëm tek ata që janë zhvillues të programeve, por edhe ata të cilët merren me marketing, internet, të tjera fusha, këto që ne i quajmë profesione të reja që kanë lartë me teknologjinë. A trego pak më tepër në një lloj përgjithësie se çfarë do të përmbajë ky aktivitet? Pari do thoya që pjesëmarrësit janë një miks i mirë midis programuesve, dizajnerëve, personave që janë ekspert marketingu dhe finance. Në mënyrë që të krijojnë grupe pune të cilat vërtet të çojnë një produkt përpara, jo vetëm nga ana teknologjike, por edhe nga ana e komercializimit. Synimi është që brenda një fundjavë produkti të zhvillohet në një formë të tillë që nga ideja ai të kthehet në prototip.
dhe të dielën të paraqitet përpara një jurie e cila do të vendosë cilat janë projekte, cilat janë idetë më të mira dhe më të komercializueshme, që realisht prej tyre mund të krijohen biznese më pas. Synimi jonë është, si më thon, një hap i parë fillestar për të nxitur të rinj të mendojnë në këtë drejtim, të mendojnë në drejtim të krijimit të vetes, të mundësisë për të pasur vend vetë pune, mundësisë për të hapur vende të reja pune dhe për të tjerë, sidomos në fushën e teknologjisë që është akoma një fushë që është në Shqipëri ka vend për zhvillim. Startupi është në gjithë botën. Startupi është në gjithë botën. Në Shqipëri po vjen për herë të parë. Okej, e dyta. Më sa keni parë, cilat janë ato dëshirat të rinjve për të zhvilluar programe software, ku shpikin, ku ndërtojnë, në cilat drejtime? Po, ishte interesant të shikoheshin se cilat ishin idetë që kanë paraqitur. Janë regjistruar 125 persona, të paktën për aktivitetin tonë, nga ata 30 janë shprehur që do sjellin ide ditë sot mbas dite. Dhe mund për mund të nga 30 ide inovative të reja të cilat mund të sillen në Shqipëri. Ku konvergojnë pak më shumë? Të ndryshme faktikisht, për shembull një software për kthim programesh, ka qenë për shembull që më bëri përshtypje sepse ideali kishte punuar mjaft dhe i kishte hedhur madje edhe rezultate deri diku ishte publikuar në internet. Për kthim programesh për fjala bie për kompjuterike. Programesh kompjuterike. Për shembull, një moshë që nuk e dinë mirë anglishtën, por që duhet të mësoj kompjuter, nuk ka pse mëson anglisht, vetëm kompjuter. Po një vajzë më mund që kishte treguar që do të punonte për një software se si të bëhen pagesat përmes ATM-ve, pagesat që janë shpenzimet e përmuajshme që ne kemi të kalojnë përmes ATM-ve. Që të mos rishte presës në sportele, një kohë që shkon për të rreshur diçka nga. Pra ndërton një software që t'ia shesi bankës dhe t'i thosh, "Dgjoj, po të upgrade-oni ju software-in e ATM-ve me këtë që po bëjmë me këtë plugin-in, supozojmë për shembull, klientët tuaj mund të paguajnë ujin dritat e tyre me radhë." Ndërkohë tjetër ka një gjë tjetër. Një tjetër ishte prapë një vajzë më bëri përshtypje që do bënte ishte një software që të bëj check-in kudo në pikat portuale në Shqipëri dhe të ishte një sistem i përgjithshëm që menaxhon gjithë sistemin e check-init në Shqipëri që e bën vendin më të sigurt, po edhe shikohet kush ka hyrë. Ashtu tepër lidha me këtë automatizimin i cili po ndodh në të gjitha aeroportet e rëndësishme botërore, pse të mos ndodhë edhe këtu. Kështu ne jemi gjithmonë mbështetës. Ju e mbani mend përpara pak kohësh kemi trajtuar edhe rastin e dy vëllezërve që kishin realizuar një aplikacion për Android ose për iPhone, i cili të tregonte të gjitha stacionet e linjave të urbane këtu në kryeqytet dhe që i nevojite sidomos atyre që vinin për herë të parë në Tiranë ose thjesht atyre që donin më tepër informacione. Ne do të shkojmë në studion tonë paralele, aty është mikrofonin e ka Erion në Mosgabon, Erion mirëmëngjes. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes. Nëse mund na tregosh pak, ti je në universitet të rëndësishëm siç është UET, apo pse vendose të përfshihesh edhe për rëndësinë që si më thënë pritet të ketë në atë që po flisim pak më herët me Lenditën për të dhënë të rinjve një këndvështrim tjetër për të ardhmen e tyre. Pikërisht Erion. Faktikisht ideja dhe duke qenë në universitet të tillë, duke parë studentë të cilët vërtet duan të ecën në jetë, vërtet duan dhe kanë ide dhe inspirojnë për themi objektiva të shumë të larta dhe duan të ndikojnë për mirë cilësinë e jetës në vendin tonë. Dhe të jeni dëshirë e brendshme spontane që të ndihmosh të japësh një dorë në mënyrë që ata të bëjnë më të mirën e tyre, dhe të shohësh tek ecën përpara dhe tek ndryshojnë cilësinë e jetës në vendin tonë. Okej, nëse ma kalon pak mikrofonin Erion, lutem tek vajzat, të cilat po ashtu dy vajza ty prezantoj pikë fillari. Një vajzë është nga menaxhimi dhe tjetra është nga informatika. Bukur shumë. Për të kuptuar, para se do prezantojmë, cilat janë programet e tyre, a kanë menduar të sjellin një inovacion të reja janë vajza simpatike? Përshëndetje. Faktikisht edhe ne kemi menduar për sjellje bashkë me disa studentë të tjerë të klasës time për sjellje një inovacion për sa përket një software që të jetë i aplikueshëm tek njerëzit për më mirë për ta. Në fakt mundësi na vjen shumë mirë që na dha Startup Weekend, ku shpresojmë që vërtet të kemi një mbështetje.
Okej, e kuptuam shumë mirë. Gjithashtu nga ju janë edhe dy të huaj, njëra vjen nga Norvegjia, tjetri vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkojmë fillimisht me John. John, hi, how you doing? Hello, I'm doing fine, thank you. It's your first time here in Albania, I guess? Yes, it is. Shtera e parë jote në Shqipëri, po më thot po, këtë besoj se e kuptua. This is a very, I guess, important thing, important as well for the countries who are under development in this kind of stuff. Let's call it stuff. What do you think will be the thing that will trigger the guys who work with programs and internet development and this kind of things to do more about this. Pra, cilë mendon se është ajo që do t'i nisi shkëmbim katalizatori që do t'i bëjë këta të rinj, të cilët merren me internet, merren me programet që do t'i bëjë të mendojnë ndryshe, do t'i bëjnë të mendojnë më shumë sa i përket kësaj fushë. Yes, John? So in the whole world, everybody is finding that things are changing, and so when people want to adapt to that change, they engage in doing new innovative things, and we have lots of people all over the world doing that work. Në fakt, në çdo vend të botës njerëzit janë duke u përpiqur për të bërë një ndryshim dhe, si më thënë, dëshira e madhe është të mos jetë edhe këtu. Do you think we can find the next Mark Zuckerberg here in Albania, John? Pyetja shumë e thjeshtë, do ta kemi ne ndoshta një Zuckerberg këtu brenda Shqipërisë? A mundet ta gjejmë hipotetikisht? Po, John? It's always possible. We see all sorts of interesting things come out of Startup Weekend. Në fakt, mund të jetë e mundshme, çfarë nuk shohim, çfarë nuk na shohin sy thot në Startup Weekend. Okej, japim përshëndetje të Majës, vjen nga Norvegjia. Të paktën vendet skandinave ko paskohe kanë treguar që mbështesin teknologjinë, ndërto për shembull Norvegjia, Suedia janë vende që hosin shumë servera për të mos folur për Estoninë, pastaj që është vendi kësaj pune. Megjithatë, shkojmë tek Maja. Maja, përse Norvegjia mbështet këtë iniciativë ndërkombëtare edhe në Shqipëri, pse jo? Why Norway, Maya, supports this kind of initiative and he's there to do more about the countries who hasn't got the possibility to develop these kind of things? And so we have identified Startup Weekend as a really good driver for entrepreneurial communities. So we really want to help to drive that conversation here as well. As we've seen that it's a lot of good expertise here, you just need to realize the opportunities that is out there. Shohim si një mënyrë, si një katalizator I cili mund të bëjë më shumë, në fakt shohim potencial këtu, por asnjëherë nuk është I kanalizuar, kështu që mbase Startup Weekend do të jetë një mundësi më e madhe për këtë. You really see that? I mean, did you have the chance to see the projects, the ideas that have come and will be discussed this weekend, Maya? A e ke parë pak a shumë këtë që idetë edhe projektet që kanë gjeneruar shqiptarët këtu në Startup Weekend në Shqipëri, Maya? So I read through a lot of the ideas, and there's a lot of good ideas there, and I also read some backgrounds of the attendees, and I'm really impressed, so I'm excited to see what will come out. Në fakt është shumë e impresionuar, ka lënë përshtypje për mirë, jo vetëm projektet që kanë sjell ata që do të le të themi konsiderohen, por njëkohësisht edhe background-i I tyre I cili vetë duket është kurioz. Okej, për ta mbyllur kalendet tek vajzat e tjera, të cilat interesante kjo, sidomos për angazhimin e vajzave në teknologjinë e informacionit. Ndonjëherë edhe duke paragjykuar që menduar sa nat burrash ose djemsh, të cilët rrinë gjithkohës pranë kompjuterit, por nuk është detyrimisht kështu. Nëse më tregoni ju dhe shoqet tuaja, a jeni vështirë te teknologjia e informacionit, sa kohë I dedikoni, sa kohë punoni për inovacionin, për idetë e reja, vajza? Përshëndetje. Jam studente e UET-s, menaxhim. Patjetër që I kushtoj shumë rëndësi teknologjisë së informacionit. Ky ishte një projekt shumë interesant për mua. Ideja ishte që ky projekt të bën idetë të gjalla dhe pse jo, thashë ta provoja. Në cilin projekti ti apo e ke personal, individual, ke punuar me një grup njerëzish të tjerë? Kam punuar me një grup studentash të tjerë. Okej. Dhe çfarë po nxirrni në dritë? No comment. Si no comment? Kemi shumë alternativa për Na thuaj njërën, meqense pas keni shumë. Ideja është të Na jeni dritë, po.
Po studiojmë idenë për të krijuar një e-katalog që ndryshe në Shqipëri nuk ka. Çfarë do thotë e-katalog për ne që nuk e dim për shembull? Atë thua sqaroj më saktë. Po, ja. E-katalog mund të përdoret në shumë drejtime. Madje aty në Lezhë për më pak më parë, që s'po dhe Skype, mund të përdoret edhe në Lezhë. Skype punonte, po ishte javash. Se mos i han tani gjithë qendrave të internetit në Lezhë. Do ketë më shumë mundësi që të rritet cilësia e internetit në Lezhë. Këtij e-katalog. Nëse përdorin e-katalog në Lezhë për shembull. Grup fermerësh mund të shesin për shembull qumshin, domatet, të gjithë duke pas një marketplace, duke pas një katalog, secili prej tyre të publikoj produktet që ai shet. Si një lloj dyqani kështu virtual. Këtë katalog, siç është katalogi i këpucëve, mund të jetë katalog. Kuptuam. Sa interesante. Jemi në 2012-ën, ju vazhdoni punoni, Shqipëria do të bëhet më e mirë pas shumë kohësh dhe e-katalogu do hyjë në punë. Ju falenderojmë të gjithë. Ka një lloj e-katalogu tjetër që është pagesa nëpërmjet celularit. Dhe është një inovacion dhe ne po mbështesim të rinj për këtë inovacion në mënyrë që ata të shprehin idetë e tyre dhe të mund të investojnë në jetën e tyre dhe në shoqëri. Nuk e di pse po studentët e UET-s janë bërë veçanërisht të bukura pas ikjes time. Faleminderit shumë, ju përshëndesim, ju falenderojmë shumë. Tani kam përshtypjen unë aktivitetet e zgjatë do të ketë përfshirje shumë njerëzve. A do të ketë diçka konkrete në përfundim? Pra, le të themi ide që të konsiderohen për të fituar, do të ketë diçka konkrete? Po pritet ne sot do të shkruajmë për zhvillimin e tyre, fatmirësisht kemi siguruar shumë çmime. Të cilat janë të natyrës së inkubimit, që do të thotë ide fituese do kemë mundësi disa muaj të qëndrojnë pranë një ambienti, grupet e punës do kemë mundësi të shfrytëzojnë këto ambiente falas, dhe të shfrytëzojnë mundësitë e internetit. Të tjera gjithashtu do kemë dhe konsulencë nga kompani të ndryshme të cilat janë edhe anëtarë të AIT-s, por edhe nga donatorë të jashtëm. Ne falenderojmë që ishe me ne. Startupi për ata është edhe një herë që kuptojnë e kanë një lidhje me teknologjinë, është një aktivitet i rëndësishëm. Ne kemi ardhur në fund